Në konferenca shtyve burr, ti mbamë se ç'bën të burr. Që e lëshon të gojë. Pse e bëri atë gjë? Nuk e di. Artur Zhej në atë vend që je ti tha që lidhe me alkoolin. E besoni këtë gjë? Jo, nuk e besoj. Nuk e besoj. Po me çfarë? Nuk di të them sepse nuk është në kompetencën e Veti ke dhënë ndonjëherë një këshill që ti thua? Metës? Po. I kam dhënë një herë para shumë viteve në 2000 kur ishte kryetar parlamentit. Çfarë i thot? I thash këtë që i ndodhi tani. Që ki kujdes se kështu? Jo, që ti thash i ditë të vesh në burg. Ja ke thënë ti? Po. Në tavolinë. Kur ishe kryetar kuvendi? Në momentin që do ndaj, që ishte keq me Rama. Po, që u prish do të. Ose më mirë në momentet e fundit, që sa kishte ikur, si të thuash. Ose para se të vinte president. Në ato momente këqija, pra që dalloi që kishte i krisi, kishte shkuar mediat. Edhe i thej që do të vej. Po. Wow. Ti pasi parashikuar i pari. Edhe ai më tha, ai lat kulturë që as më plas fare, domethënë as nuk e mendoj fare anë këtij. I thash merr masa tani se do përfundosh shumë keq thash. Kështu e ke thënë? Po. Ishte bisedë konfidenciale. Bisedë konfidenciale, më tha. Po nuk është një sekret kjo. Si me qenë e dytë tani duke pirë kafe. Qartë. I thash zotëri, nga të shoh unë, Po? nga çari të shoh unë, i thash, ti ke punë të keq. Dhe i thash, njeriu që do të haj të gjallit tash unë, është ky njeriu që ti ke dhënë vota deri tani. Pse më tha mua, pse e bën ti këtë? Se njoh personazhin tjetër, i thash. Se sa furbo është. Ai i thash do ju haju të gjithë, më i thash me radhë. Ty Berishën të gjithëve. Jo se unë s'e bëra një parashikim, ajo dalloi. Në fakt Rama fitoi nga të gjitha. Po patjetër më. Po vetë do fitonte më. Edhe bilancin vetë ka më të mirin, bilancin politik më të mirë se të gjithë. Bilanci politik raport me veten, jo raport me vendin, se me vendin pastaj është diskutuar, shoh në indikator. Në krahasim me Nanën, Berishën, Metën, Majkun e tjerë, ai ka më të mirë, personal. Personal, po. Po pra, bilancin personal e ka më të mirë. Personalin, po. I ka përzeu të gjithë. Foto tjetër. Ai, më fal, dhe një pyetje për Metën. Gjuna pra Meta. Ai ke shkuar në Burg? Jo. Do t'i shkosh? Po shiko pra se gjithë problemi ky është pra që unë Vareza dhe për Burgje nuk kam qejf të çoj njerëz. Tani nga Burgje edhe në Burgje tani, se them Vareza. Po Burgu një lloj Vareze është, po çfarë është? Nuk e vdekur fizikisht, po ke vdekur. Do bëhet deputet Meta në zgjedhjet e 11 majit? Sa i kandidat është? Nëse nuk dënohet deri në atë, nëse s'ka dënim deri në 11 maj. Jo, po s'ka dënim deri në 11. Është e sigurt. Po kështu janë paktën afatet. Të drejtë ka të hyjë në listë. Po, jo në listë do jetë ai, po a do zgjidhet? Apo do jetë i sigurt? Listë po do. Po besoj se do jetë. Okej. Foto tjetër. Kjo është qeveria aktuale. I nje? Këtu njoh përveç atit të parit, parin për kë ke fjalë? Për Ramsin, po. Njoh Belindën. Po. Po mos e Iglin tani që kem pas te koha jon tani Igli. Po Igli Hasanin. Unë njoh Arban Hasanin, vllai, po nuk njoh Iglin pra. Po Igli te koha jon ishte kur ke qenë te koha jon ti. Jo. Si jone te sporti, edhe ishim bashkë aty. Po s'kam pas muhabet me ta sporti, se unë shoh sport fare. Jo, më nuk shoh sport fare. Ishte më i madh për lere atë. Thashë të ç'kemi mirë. E pranoj, dakor. Po, të tjerë ti një? Pra njoh Belindën. Iglin e njoh kështu se është vllai i Arbanit, por nuk e njoh vetë direkt. Do ti një vllajin e Arbanit. Njoh vllajin e Iglit. Arbanit. Vllajin e Iglit, më fal. Ulsin. Njoh Ogertën. Kështu në kuptimin që i njoh si kështu thua ti, si imazh. Po kështu në emision si ke pasur asnjëri ti? Jo, asnjë. Jo, fare. Asnjë përveç Rams? Ramsit po, dhe kam pas edhe një herë Bledi Gonxhen. Po? Ballën? Po ballën? Kam pas edhe një herë Maznikun. Jo, ballën se ka pas asnjëherë. Kam pas këtë Anila, thua, e kam pas shoqja Anila Denaj, që ku ishte gazetare, po. E kam pas shoqja që është gotë shumë e mirë. Po? Kush tjetër? Jo, këta tjetër nuk i njoh pastaj. Po nuk i njeh fare ka? Jo, fare. Mirela Kumor? Se bën sikur çuditë, sikur i njeh njëri këta më burr, përveç tyre që thash unë. Se kush i njeh këta? Unë i kam vënë këtu, politika më shumë Arta Date si njëte fare, gjysmë, këtu unë vetëm Ramën, tha Belindën, tha 2-3, të tjerë si një fare. Tani ajo e njihse edhe Blendi Gonxhen më shumë. Po Blendi Gonxhen është i vjetër. Po nuk njihte këto të tjera tani? As nuk e njoh. Po çfarë do të thënë kjo? Bile unë se kuptoj pse i ka lënë ky këta në qeveri. Domethënë, mirë Belinda se i duhet, dakor, se Belinda është punëtore shumë. Po pse e ka lënë këtë për shkakun? Ta Holland ballën, okay, e ka lënë për diasporën, tani se ta Holland ishi shkatët, mbledh vota andaj. Jo, është ai është për marrëdhënie me parlamentin, për diasporën. Ai ngeli jashtë shtetit për vota më burr. Ore ai është ministri i shtetit për marrëdhënie me parlamentin. Ore zotëri, ç'si kam çash, më është jashtë diasporën, ngeli jashtë shtetit. Ti shikon etiketën. Ministri i ekonomisë, ky Gonxhi, edhe ky është i zgjuar shumë, furbo i paparë dhe ky. Shumë i zot. Rikthimi mafi. Ti
Ti futboll e thua negativisht apo? Jo, pozitivisht. Pra pozitivisht pra. Po futbolli ka të gjitha brenda mos, se po të jetë pozitiv është dhe negativ, si. Anila është pozitive shumë, Anila Denaj. O Gerta është? Kush? Me Gerta nuk kam, jo, nuk e njoh. Po është ajo se ka gjithë kohën atë. Pa ideali nuk e di, ky Cengu, ky ministri mbrojtjes, ky i riu. Se di se çfarë tipi është, nuk e di se ky ka qenë përpara administrat, nuk e njoh. Po ka qenë drejtor. Ndoshta po. Drejtor. Okej, foto tjetër. Beleri shkret. Gjuna, e di unë që ti këtë Beleri se ke qef, e ke shar, ç'a s'ka thënë, ka dëgjuar. Po. Pas ka futur në jo. Tani do të sqaroj ju? Jo, mos të sqaroj. Me pak fjalë. Dhe kam dëgjuar se ke i Gerona burr. Jo, Belerit. Dhe mi ke bërë mos se ky do të shiste Ahimana ta çonte në Athinë për Beleri. Shumë mi ke bërë, më ke mbrojtur vendin tënd po Leri tani. Leri këtë Arjan Çani, Leri këtë. Të pëlqeu kjo? Shiko.